Pse ata se meritojnë të adhurohen, se meritojnë të adhurohen për shkak se pasuesit e tyre i qojnë në zjarr. Transmeton Ebu Said al-Khudriu, i cili thot: ditën e kiametit ringjallën robët e Allahut para Allahut, dhe Allahu Azza wa Jalla i thot: çdo kush që e ka adhuru me ta në zjarr, ai që e ka adhuru lopën bashkë me lopën në zjarr, ai që e ka adhuru gurin bashkë me ta në zjarr, ai që e ka adhuru diellin bashkë me diellin në zjarr, ai që e ka adhuru hanën bashkë me hanën në zjarr, ta nuk ngelin para në Allahut Azza wa Jall vetëm ato që e kanë adhuru Allahun dhe i thtarët e librit, pra qifutët dhe krishterët. Dhe Allahu Azza wa Jall i thot qifutëve: kanë e keni adhuru ju, tha e kena mor Uzeir, i kemi thonë Uzeiri gjali Allahut, tha ke dheptum, keni gënje, Allahu si ta kon që të ketë gjallë, Allahu Azza wa Jall si ta kon që të ketë fëmijë, Allahu si ta kon që të ketë bashkëshorte. Shkoni, çka doni këtë ditë, thot o Zoti i madh, jemi tha e shifni atje, shkoni atje pini ujë, tha bin krejt në xhenem, nga se Allahu ja ban xhenemin dhe i duket sikur me qenë ujë. Pastaj krishterët përpara, që të Allahu Azza wa Jall krishterët, dhe i thot ju, kanë e keni adhuru, tha e kemi adhuru Isajin e biri Merjemës, e kemi konsideru gjallë të Allahu, tha ke dheptum, keni rrejt, Allahu si të kon të ketë fëmijë, çka doni sot? Thot o Zot i madh, dojmë që të pim ujë, nga se që na ka kaplu, tha shkoni dhe atje pini bin xhenem. Pa ata se meritojnë ata të adhurohen për çkak se i çojnë pasuesit e tyre në zjarr, jo që i çojnë pasuesit e tyre, po ato bashkë me to në zjarr. Thot Allahu në Kur'an i Kerim: innakum wa ma ta'budun min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Ju dhe ata që i adhuroni pos Allahut, do t'u bani lon gjegse e zjarit. Do t'hinin ata, dhe thot Allah: lau kana haulai aliha, këto me pas qenë zota, si që pretenduan, ma waradua, s'kishin hinë në zjarë, wa kullun fiha khalidun, të gjithë janë për gjithmonë në ta. Pra dhe të ndërshëm, e pohuan gjithë krijesat e Allahut Azza wa Jall, që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: s'ka ditë që lind dielli, s'ka ditë që lind dielli, e vetëm Allahun e madhrojnë dhe adhurojnë çdo sen që ka në qiell dhe në tokë përpos. Përpos kush, ja Rab? Tha përpos shejtanëve dhe njerëzve të marrë që jetojnë në tokë. S'ka ditë që lind dielli, vetëm se Allahu është i adhuruar pa ty. Allahu në adhurojnë çdo sen që ka në tokë dhe në qiell. Allahu në adhuron dhe hija jote ani se ti se adhuron. Allahu ka thonë Kur'an i Kerim: Allahu ti përullet edhe hija. Allahu në adhurojnë çdo sen përveç di lloj të krijesave të tij. Shejtanët dhe ato, thot pejgamberi Allah, wa aghbiya, njerëz e marë prej birit Ademit, njerëz e marë nga biri Ademit, pra ata të cilët jo nështruar të qerve dhe nuk e adhuruan Allah. Allahu në tregon Kur'an i Kerim se barqit e arshit Allahut janë që e madhrojnë Allahun ditë e natë. Thot alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Ato që e bartin arshin e Allahut dhe ato që janë përreth atij, të gjithë ju kanë nënshtruar dhe adhurojnë Allahun Azza wa Jall.